Looking for a lifeline, some way to get to cloud9. I don't care, I don't care, I don't care if it's overrated. I got tjetër këtu në kanalin tim. Unë sapo kam ardhur në shtëpi në fakt, sepse sot është ditë e shtunë, është ora 1:20, edhe unë tani kam vendosur të bëj punë shtëpie. Drekën e kam bërë që në mëngjes me mendimin se Xhesi do hante drekën në shtëpi, por ai duhet ikte në punë më herët. Kështu që kam bërë një gjellë me patate, kam pjekur bukën, kemi pirë kafen së bashku, ai ku për në punë, ndërsa unë shkova pak te marketi Lagjës, sepse më mungonin disa gjëra, duke qenë se sot për darkë do më vinë goca, do më vi Raj, bashkë me kushërirën e Xhesit, që unë dola dje, do ju lë pamjet këtu. Kemi qenë në një park, në një ujvar, nuk e di, kishte shumë bukur, por mendoj se kur të çelin pemët edhe të bëhet çdo gjë jeshile, sepse është akoma në ato faza ku çdo gjë gjysmë e ngrirë, gjysmë e shkrirë, do duket shumë bukur, po ishte një park shumë i bukur, kemi bërë shumë ecje, 17.000 hapa. Më pëlqeu një gjë që kishte shumë njerëz, burra më shumë, që ishin fotograf edhe fotografonin me ato kamerat e tyre me objektivat super të mirë, sepse aty ishte një lloj parku që kishte zoq të ndryshëm. Do ju lë disa pamje ndërkohë që jam duke folur, që të shikoni pak se sa i bukur është ai lloj parku. Nuk kam regjistruar këto 2-3 ditë, sepse mora pak pushim për veten, edhe doja që të qetësohesha, nuk kam bërë në një gjë interesante, thjesht kam qenë në shtëpi. Sot ju thash që do vi për darkë goca, ndërkohë Raj do vi pak më herë, sepse ajo është pushim, kurse kushërira e Xhesit Alvana mbaron nga ora 6:30 punën, kështu që sa të vi ajo vjen darka, kështu që Raj do vi pak më herët. Mora disa patate, kisha disa, por mora dhe disa më shumë, sepse do bëjmë një recet që unë si ja u tregova dot herën e kaluar kur erdhi Raj, por do ja u tregoj sot si do t'i bëjmë. Ato bëhen, i kam parë në një recet në Instagram, bëhen me vaj tartufi, bëhen me parmigiano, me majdanoz, me krip, edhe bëhen kështu si crunchy të skuqura, e di që nuk na bëjnë mirë, po sot është dita që ne mund të ham çfarë të duam. Si unë, si vajzat, kemi dhe Big Brotherin, kështu që vajzat më besoj se do rinë këtu, që të flen tek shtëpia ime dhe do shikojmë Big Brotherin deri vonë. Mora patate, siç e thash, për të bërë atë recetën. Mora vetëm një Pepsi. Ne me Xhesin zakonisht pazarin e javës e bëjmë të dielën ose të hënën që ai është pushim. Dhe unë kisha një Pepsi atje, duke qenë se unë nuk i pi Pepsit, nuk pi fare këto pijet me gaz. Mora vetëm një tjetër, duke qenë se një tjetër e kisha për gocat. Mora një mustard të vogël, sepse më duhet për salsën, do përgatisim dhe një recet shumë të mirë për në darkë, që është e lehtë, nuk është e rëndë, bëhet me fileto pule, me sallatë, me pasta, që ka dalë tani është bërë virale. Dua që t'i bëj dhe një reels asaj, sepse është goxha ide e mirë. Mora një parmigiano të këtu, kisha shumë pak në shtëpi dhe mora këtë se më duhet për të dyja recetat. Mora këtë lloj sallatën këtu, që është një sallatë mikse, ka lloje të ndryshme brenda, sepse duhet të bëjmë 4 pjata, ne 3 vajza do t'i bëj dhe pjatën Xhesit, ja lë gati kur të vi nga puna. Tjetër mora qep, i kam këtu brenda, hudhra, dhe një bukë për tost, sepse mbase na duhet në mëngjes, nesër, për të ngrënë në një tost. Këto ishin të gjitha gjërat. Ky supermarketi që kemi këtu është goxha supermarketi mirë, i ka
shumë shtrenjtë se të tjerat, por unë përtoja të shkoja në supermarket tjetër, që është larg shtëpisë, edhe i mora këtu, ato 3-4 gjëra që më duheshin. Tani, shtëpia ime është rrëmuj, ka rënë bomba. Thjesht duhet t'i sistemoj pak, sepse tualetin e kam pastruar, thjesht duhet të ndroj pak çarçafët e dhomës time, kuzhina është e pastër, nuk kam asnjë gjë, thjesht një fshes, një leck, edhe të viraj, pastaj të pim pak kafe turken. Unë e kam bërë një macchiato kur e piva me Gjesin, por nuk e kam problem të pi dhe një turke më vonë, sepse ajo më vete në shpirt edhe më shijon më shumë. Kështu, vazhdojmë tani nga punët edhe do shihemi pastaj kur viraj që të shikojmë të bëjmë në një recetë. Worrying too much about everything you said won't do you any good. And too much pressure in your head about everything you said won't do you any good. Prit se kemi shtrembëre. Shikoni kë kemi në vlog. Kemi Rajin, modele Rajin. Ka ardhur që Shikoni pak se çfarë më ka sjell. Kam sjell lulka. Më ka sjell karafilka me ngjyra të ndryshme. Sa më ishin tharë mua tulipanët e mi dhe Raji mendoi për mua. Sa bukur dilë këtu të drita. Po, edhe kuzhina mbrapa. Tani do bëjmë patate. Si nxirr tonë shvapur. Çfarë do bëjmë tani? Do bëjmë darkën, se vjen dhe Alvana për pak. Do qërojmë patatet, do t'i fusim në një enë të thellë, të tas të thellë, me ujë dhe me akull, dhe do t'i mos më prish video. Me ujë dhe me akull, dhe më pas do t'i skuqim dhe do t'i shtojmë ato gjërat që ju thash me vaj tartufë. A, e ke thënë? Po, por do ja u tregojmë pastaj. Ato janë... Që është me dietë, po ato i grin. Unë jam me dietë, kam 5 muaj ndoshta. Nuk ka asnjë gjë budalliqe kështu po. Do i thuash sa ashtu ke humbur? Jo. Jo? Jo. Ha, sa është inspirim? Jo, kam humbur disa kile, po. Disa shumë kile. Disa kile, po. Duket ndryshimi. Se i ka ikë fytyra fare. E shikoni njerëz, ka lezet? Por shumë të tjerë na presin. Edhe shumë të tjerë. Hajde vazhdojmë tani me patatet. Pa. Aq patate do bëjmë? Jo, se kemi edhe këtu. Mos u fryf jalla. Të duken pake? 2 kile patate? Po, me mirë e pirë. Do na dali vaj? Tani, ne kemi vënë makaronat për të sjerë, sepse do bëjmë një pasta salad që ka dalë tani, që dalë ato makaronat crunchy kështu të forta, po, djetë goxha e madhe. Dhe këtu kemi bërë një salcë. Ajo receta që kisha parë unë ishte me majonez, por ne nuk dua majonezën dhe i kemi zëvendësuar kosin grek me mustard, po unë e teprova pak me mustardën edhe doli pak si e hidhur. I shtuam vaj ulliri, atë befsha një. Mu derdhuj makaronave më bëri ti. I shtuam vaj ulliri. I shtuam edhe pak mjalt na tha çati që të balancohet kjo hidhërimi që bën mustarda. Ai thonte edhe për Mos e fut brenda. Jo. Edhe për çfarë? Edhe për uthull, po. Edhe për uthull, po ne i shtuam limon. Por edhe i grim edhe parmigiano brenda, po. Do t'ja tregojmë. Prit se do ta kthim kamerën, se është dita e keqe. Ja. Kjo është salsa. I kemi bërë dyja në bashkëpunim. Po na shan? Shahemi të dyja. Nuk dim, s'bëm gjë. Këtu kam skuqur mishin e pulës, filetën. Këtu janë pastat. Dhe patatet që ju thamë që janë në akull. Derisa të bëhen pastat, ne skuqim dhe makaronat. Dhe skuqim patatet. Dhe sallatën e kam gati në frigorifer, ta vendosim tek pjata. Të skuqura kemi shtuar parmigiano, vajin e tartufit, majdanoz dhe krim. Dhe i përsijejmë mirë dhe i kemi gati.
erdhëm, shkuam bërëm pazarin sot si ditë e diel dhe ju kam thënë që ose të dielave ose të hënat ne bëjmë pazarin e javës. T'ja u tregoj shpejt e shpejt, sot mbizotërojnë frutat dhe perimet, këto na mungonin më shumë në shtëpi. Kemi marrë portokallat, paka shumë jam munduar që të kap disa klipet e supermarketit që të shikoni paka shumë se si janë çmimet. Morëm banane. Se tani për momentin nuk më kujtojnë se sa janë çmimet e këtyre, por në përklipe e keni. Keni brokolin, krem djathi, marrim këtë të Filadelfias që është me erza dhe me hudhër, një mozzarella, morëm kukulleshka, sepse dua të bëj përsëri nga ato qofte. Nuk e dia ja kam treguar, më duket se kam treguar në klip, por bëra para disa ditësh, disa qofte me kungull, me karrota dhe i bëra në furrë jo të skuqura. Mora domatinjat e vogla. Zakonisht ne marrim ato domate që janë të zeza, quhen ato domate? Po, mora makarona, domate të zeza, por nuk kishte. Morëm vezë, morëm këtë kosin turk, e morëm pa laktozë, edhe qumshin pa laktozë, se kjo është shumë i mirë. Morëm patate, i marrim gjithmonë me kilogram, qep, nga këto të kuqet, morëm 3 mollë. Për këtë javë besoj kemi mjaftueshëm sepse nuk i ham shumë mollët. Morëm limona, morëm disa karrota sepse edhe 1-2 të tjera i kemi në frigorifer. Morëm kërpudha, këto kërpudhat zakonisht të shumtat e rasteve i përdorim kur bëjmë omleta në mëngjes dhe na pëlqen shumë kombinimi i vezës me kërpudha, me qep, edhe dalin shumë të mira. Këto kofshat që janë të preferuarat e mia, që janë të marinuara dhe më duket se janë për barbecue. Tjetër, morëm këtë djathin feta, që nuk e di se çfarë shije ka, sepse është i çuditshëm, hera parë që unë do e provoj. Morëm këtë djathin që e përdorim për tostin, morëm këtë prosciutën e pulës, kjo këtu. Mora unë një çokoladë të zezë, sepse pastaj do bëj, nga që kam shumë hurmë arabie dhe unë i preferoj shumë, dhe një mënyrë e shëndetshme që mund t'i përgatisim, besoj se e keni parë në shumë video, është që hurmat e arabis ti mbushim me kremin e gjalpin e kikiriku, se s'po më vinte emri, dhe t'i vlyejmë me çokoladë nga jashtë, mund t'i shtoni edhe kikirika të thërmuara sipër dhe dalin shumë të mira. Morëm një kastravec, dhe mielin. Tani unë kam qef shumë kur bukën e bëj me miell të përzier, do me thë miell të bardhë bashkë me miell thekër, sepse del shumë e shishme, sidomos vetëm me miell thekër, por Gjesi nuk e ka qef. Ka qef të jetë buka e butë, tamam bukë e bardhë. Këto ishin të gjitha. Tani do i vendosim në përvënde dhe do ham drekën tonë, sepse ora ka shkuar, nuk e di sa është ora? Gjes? Sa është ora? 5:20, nuk kemi ngrënë drekën akoma, sepse jemi zgjuar vonë sot. E shtuna gjithmonë rrim deri vonë që shikojmë Big Brotherin, edhe dita e diel na kap deri në orën 11:30 të drekës, na kap në gjumë. Tani vendosim tonë në përvënde dhe përgatisim më pas ato hurmat e mbushura. Një blerje të fundit që ja u kam thënë para disa vlogjesh, kur morëm mikserin. Ky është attachment, pjesa tjetër që kemi marrë për mikserin, sepse ky lloj mikseri mund t'i bashkëngjitësh shumë të tjera pjesë, për shembull mikser për të coptuar qepën, për të bërë smoothie. Ne zgjodhëm të merrnim këtë për pastat, sepse kjo na duhej. Kjo është pjesa që i duhej Gjesit në fakt. Unë ka mikserin, a i ka këtë pjesën këtu. Edhe e mori djetë Gjesi, si që thash më përpara, e kishin porositur dhe donte 2 deri në 3 javë që të vinte porosia, dhe dje ishte dita që shkoi dhe e tërhoqi. Kjo pjesë është e përbërë nga 3 pjesë të ndryshme për të bërë lloje të ndryshme pastash, të cilat i vihen tek pjesa sipër e mikserit, montohen edhe mund të bësh brumin vetë të përgatitësh të pastave, edhe ti nxjerrësh, ti bësh domethënë në format që doni. Mund të bëni lasagna, fettuccini, spaghetti, pra gjëra të ndryshme. Kjo është pjesa e parë, janë shumë të rënda.
janë në këtë materialin që nuk nxihen, nuk duhet të lahen në mikser, vetëm me dorë, por kjo është pjesa e parë, Kenwood, janë made in Italy, edhe ka edhe dy pjesë të tjera, është kjo këtu, që unë nuk ja kam ident si përdore, por do i provojmë nesër me Gjesin, do t'i laj unë tani, do t'i lajmë këto Gjes? Do t'i lajmë, t'i thajmë mirë që mos t'i lëm me ujë, edhe nesër do t'i përdorim. Ka Gjesi një libër për pasta, gjithashtu atje do na gjejmë një recet interesante, çfarë mund të bëj ai, dhe do t'i provojmë nesër se si do dalin. Kjo është dhe pjesa e tretë. Tani, këto kishin edhe një furçe të vogël, shumë të lezetshme, të cilën e përdorim për të pastruar mielrat që ngelen ose copat që ngelen në për këto pjesë i pastron, edhe është shumë e kollaj. Çikoni pak sa e bukur që është. Kjo ishte blerja që mezi e prisnin. Në fakt, këto pjesët që merren veç mikseri kushtojnë pak. Këto të treja bashkë kushtonin 200 euro. Pam edhe në Amazon, por në Amazon nuk e di. Ishte vetëm një pjesë. Shiteshe vetëm një e tillë. Kurse tek dyqani ku ne morëm mikserin, ata e bënin porosin dhe vinte e gjithë pakoja me të treja pjesët që mund të bësh pasta të formave të ndryshme. Pra, kjo është pakoja. Ko t'i futa brenda sepse do t'i laj. Tani, t'ju tregoj pak edhe për bërësit për recetën që do bëj, që e kam parë në Instagram. Thash do bëj këto hurmat e mbushura, por do t'i bëj në një mënyrë ndryshe që të dalin çokoladë, të dalin dhe ta presim në 4 ora të vegjël dhe t'i ham si çokolata. Kemi hurmat e Arabis. Këto ishin shumë të mira, i gjeni në Lidl, për vajzat që jetojnë jashtë Shqipërisë, ku ka Lidl, mund t'i gjeni edhe ishin shumë të mira të buta. Nuk kisha kikiri, kështu që nga sipër do t'i shtoj pekan, do t'i thërmoj pak, do t'i pres, edhe do t'i ashtojmë sipër. Kam këtu një çokoladë të zezë, e cila nuk ka sheqer, është mbi 70 ose mbi 70% kakao. E zezë. Do të thënë, s'di si ta ndaj, po mbi 70% kakao. Dhe gjalpin e kikirikut. Gjalp fistikun nuk kam parë fare, më duket se ka tek turku, por ne nuk e kemi afër, kështu që nuk e mora mundimin fare, duke qenë se dhe ajo ka shumë sheqer, dhe unë po mundojmë këto kohë mos të konsumoj shumë sheqer, pavarësisht se unë kam humbur 4 kg, siç ju thash, gjatë 2 muajve janar shkurt, dhe duaj që ta ruaj këtë peshën, sepse është pesha që unë dua, edhe pse duhet të punoj pak për zonën e barkut. Tani vazhdojmë nga receta, do na duhet një tavë xhami, ose çfarë do lloj tave të keni. Do t'i shtrojmë këto hurmat e Arabis, por për më shumë ndiqni një video që të shikojmë të gjithë hapat. Ja dhe çokolata duket shumë e mirë dhe është krijuar tamam në trashësinë e duhur dhe mezi presim ta provojmë. E lash vetëm 1 orë e gjysmë në ngrirje. Nuk doja ta lija më shumë sepse do forcoja akoma më shumë. Këtë mund ta ruani në një tas me kapak dhe ta vini tek freskusja jo në ngrirje. Dhe është shumë e mirë. Është shëndetshme dhe pa sheqer të shtuar.
Mirëmëngjesi, jemi nga dita e fundit e këtij vlogut. Nuk e di, po kjo ora e re, ne na ka bërë gjumash akoma më shumë. Unë që zgjohesha herët, tani e shikoj orën që shkon 10:30. Do thonë jo se s'ke ndonjë punë për të bërë. Po gjithsesi, isha më mirë kur zgjohesha herët. Bëra pancake proteinik. Dua që të mos ha sheqer, dje nuk hëngra sheqer, rezistova, përveç një copë çokoladate nga ajo që bëra vet, por ajo është e shëndetshme me çokoladë të zezë, me ato gjërat e tjera që ja u tregova. Dhe sot nuk i hëngra me Nutella, siç mund të ketë ngrënë edhe Xhesi, por i hëngra vetëm me mjaltë dhe gjalp kikiriku. Tani po bëhemi gati se kemi një takim të rëndësishëm, për të cilin do ju flas në të ardhmen, se pa u bërë nuk ja u tregojmë dot. Dhe kemi një kohë shumë të shpifur, me re, si me pikashiu, nuk e di, një kohë koti. Tani unë duhet të rregullohem vetëm pak, nuk kam nerva as të lyhem as të rregullohem. Dua thjesht vendosa kremi, të vendos vetëm pak concealer dhe të rregulloj pak vetullat. Edhe të ikim. Dua që të gjej një 3 vaza të gjata, dhe kam, se dhe shtash miell, dhe kam, edhe duhet që të mbjellim ato farat që blevëm, sepse na ngelën aty edhe duhet të mbillen që të dalin, sepse këto në trajt fare duan edhe kohë që të dalin. Është më të vështira se sa ti marrësh bim gati në vaza. Dhe kështu është plani i ditës së sotme. Tani po vazhdoj të bëjmë gati dhe shihemi më vonë, sepse s'duhet të bëhemi vonë. Shihemi vonë sepse s'duhet të bëjmë vonë për të erdha në shtëpi, ndërkohë Xhesi iku për të gjetur një miell italian që ja kam parë unë në internet, sepse te ky marketi që ne ishim nuk e kishte. Tani, u futëm në Lidl sepse kisha parë dhe më përpara që nxjerrin vazo dhe ne çfarë menduam, morëm këto të voglat në mënyrë që t'i mbjellin farat, edhe kur të bëhen fidan quhet mami? Fidan? Po, mund t'i mbjellim në vaza më të mëdha. Morëm dhe këto këtu, të treja, po këto më pëlqyen sepse mund të mbjellim majdanoz ose bërzilok më shumë, ose tjetër, në një gjë që mund të ri kështu te kuzhina, bërzilok. Rozmarin. Dhe rozmarin, po, jo, rigon s'kem ku gjejmë tani, duhet të gjejmë fara. Edhe, moj, mbjellet rigoni, si që është rigoni thatë? Jo, e kam baruar është ta, si u mbjell se kati. Me gjallin prapë. Morëm dhe këto këtu që nëse kur të rriten mund ta mbaj te kuzhina sepse ngjajnë bukur. Morëm një letër fure se na kishte mbaruar. Gjithashtu, mua më pëlqejnë shumë te Lidli rrobat që nxjerrin sepse më duken shumë cilësore dhe pambuku dhe mami merr ndonjëherë atje. Pash bizhame për Xhesin sepse ka ngel pa bizhame, por ishin masa të mëdha dhe nuk i rinin mirë. Unë mora këto geta termike. Mbani mend që bleva geta 7 euro ose 8 euro para një jave? Asnjëherë si kisha veshur, sa po i hapa dhe ishin fijet e nxjera, plus që më rinin të vogla. Mora këto këtu në masën medium dhe thash më mirë t'i kem tamam bas trupi se sa t'i marr të vogla, dhe më pëlqejnë sepse janë termike, janë fiks për këtë klimën që ne kemi, që sot ishte plevitia, ishte shumë ftohtë dhe nuk guxon të dalësh jashtë. Më doli fija. Jo, s'më doli, jo. Duhet t'ja pres këtë. Një sekond. Ja, shpresoj mos jenë të mëdhaja. Jo, tamam janë. Shiko masa të ngrota janë, ua, me push. Shiko, termike. Po. Tjetër morëm te Lidl avokado, 2 copë, sepse I kemi shumë qef në mëngjes. Morëm rush, ky rushi I Lidlit është shumë I mirë, është shumë I ëmbël dhe nuk ka fare. Morëm një feri të vogël, ne kemi lavastoviljen, por në një gjë që mund të lahet me dorë, na duhet. Morëm edhe pistachio, fiksimi I Xhesit. Këto ishin të gjitha. Tani për drek do bëjmë ato kofshat e pulës që janë me salcë. Para disa ditësh kam bërë disa lloj piter, siç janë pita wrap ose tortilla, edhe në një lloj sallate, në një gjë,
Do heqim drekën sot. Kurse për darkë do porosisim. Do bëj Gjesi një recetë pastash të re, duke qenë se duam të provojmë pak edhe ato pjesët që morëm për pasta. Kështu që I saw you standing by the willow tree. Your laughter danced like ripples on the sea. The world stood still, the sky leaned down to see. And I wonder if you feel it too. This spark, this light, this something new. Like flowers blooming in spring, your smile makes everything seem. The air feels warmer, the days stretch wide, with you by my side. The grass was gold beneath our wandering feet. Your hand in mine, the moment felt complete. Each step a heartbeat, every glance a treat. And I wonder if this could be the start of something wild and free. Like flowers blooming in spring, your smile makes everything sing. The air feels warmer, the days stretch wide,
video.